studio jemi tani në pjesën e dytë e emisionit. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkohen në këto momente, gjithashtu mirëmëngjes dhe telefonata e parë në këtë pjesë të dytë. Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri. Me thonë të rritën s'desha me morë, po tu një gjua atje me i fjalë, i përshëndes ato të regat, folën realitetin. Nuk e di me i fjalë ai ka durë se qishtë ai duhet jetë tregtar, se s'ka mundësi me i fjalë këto të pensionistën e thotë ai për çmimet janë rregull, na tregon Europën ai. Thotë në Europë për ti Gjani Vlajt, i them atit, që do, Gjermani, Francën, që do që thotë në Europë, nuk e di ku ka qenë në Europë, ako të qërrej, me çmimet jonë më të lira atje sa këtu. Që ka djapi, ha? Janë më të lira atje sa këtu. Edhe në Europë, si i thotë ai sot një feliku në Francë, u dojë Franca kompletere, për i felik. Stefani në do. Janë shteta do me i fjallë, u do në punë e qmimet, se do të a i meno edhe për pensionistit, edhe për atë që puno. I ka balancuaj, des po thena për roga që ti shkem në Fransë, në Gjermani. Pa të pagën shtedio, regulator, nuk mund të anëreshti, pa e zhe shkojsh do motja i e ka qeni 1.000 lek, shkoj 2.000 lek për jenë. E di shto me thone, i thoni euro e sa, të e do motja. Po kapi një gjokë shumë vulgar, më sa tërgoja i ushqime të shqit, që tu është gjinot me po estradje, ne flasim për hale, për gjona, që janë realiteti, jo me rreder, bu. Qësh jo me rreder, vla, se nuk përjetojmë në këtu e. Qësh nuk kena dalja shtetit me, apo kena pa atë që po na survejo a i me i fjallë, po na mushmenjen e jonë beton pensionistot, po shteti nuk meret me nkritet e qmimeve. Si shumë me ka shteti o regulatore, në ratë pari ato që ka vonë e dirama, ato duhet me në ma të punë. Duhet i vinë supermarketit cep e cep. Ku ka ashure? Që shka hata ashure, me qëkoj djapi 24.000 lek. 18.000 lek 24. Ku e ka pari në këtë vend botës jere jete? Që na tërgo pralla aty, na thot që ja, qmimet nuk i be shteti. Nuk përgjigje shteti për qmimet. Po qa po shteti, si mas atit? Shteti o regulator, më nda. Shteti kapi i qoke veni mas ne, në që se ti abuzo. Dhe që këtu s'ka dhe si loj garancia, as djatë, as i gjo. As si loj garancia nuk ka. Ka që kje shumë parimerit. Parimerit ju zotëri për telefonatën, presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. I bëshiri këti e Diramës, në rrizi pensionën, se ka shku gjeni për tokë fare. Nuk më banë mu i pilafi. Po si, tu s'ka shtet fare, Shqipëria o pa shtet. Shteti këto më vëtën për të vjell, As për i gjomo, për poplin i ka vun shqelmin. Edhe luftë, ku do të qoj poplin kë? Ku do të fusi? Ka bo rrugë Belin dhe Bubuku që me i rrëtë 300 euro. Poplin, që i mu ku të hëzë, zë luftë për mi këtë tinë. Larkë qoftë në zër luftë. Nuk dhe dot, gjeshë gjustini puki 1.200 lek, as buën fatë nuk pëhajmja. Ata më karonë në 2.000 lek, o të tërë për faqe zëjës. Ska shtetu, Shqipëria on pak shtet, shteti on vëtë për të vjellë. Fut. Për që vënë të të hujtu nuk e shohë në këtë postu. Apo vënë për të hore me ta. Tu e dhim për që... Për një majnë e Diramën, da për të hore për gërduq. Tërë për faqe zëjës, tërë më s'deshi paka më karonë në 2025. Për bëgë jeli, ty bëra, shetë votën se si hetën. Poplin nuk i ka vun shqelmi se ja ka vun kë. Kuptoj, zonjë. Faleminderit për telefonatën. Përshëndes, të uroj një fundjavë të mbarë në vijim. Presim i tjetër telefonat në studio, ka rënë linja, janë disa telefonat në pritje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zotëri. Përshëndetje. Të lutem uli zërin televizorit që të komunikojmë drejt për drejt bashkë. Është me vones. Nuk ka maru akoma jo për para, është me vones televizori, zotëri, telefoni është më shpejt në komunikim, kështu që uli zërin televizorit edhe komunikojmë drejt për drejt në përmjet telefonit. Jetë drejt për drejt, vazhdo. Mirëmëngjes, gazetar. Mirëmëngjes, zotëri. Desha të shtroj në nga të shmuan 2 parafolës. Po?
dhe desha shtroj pyetjen para jush dhe gjithë atyre shqiptarëve që kanë votuar. Po. Pse votuan me 11 maj? Se votuan me 11 Cili maj. premtim që frymëzues që na bëri ne të votojmë. Dhe sa di unë, i vetmi premtim ka qenë do të shkojmë në Bashkimin Evropian. Mos vallë kjo është Evropa. Në qoftë se kjo është Evropa, Po? Dëgjoje, mos e dëgjoj veten, dëgjon vetëm mua dhe fol drejt për drejt zotëri se vonohesh në komunikim ashtu. po, Më dëgjon nga telefoni zotëri. po. Zotëri duhet ta mbyllim kështu, ë? Mirë, mbyllim, presim i tjetër telefonat, ju lutem keni parasysh që të komunikojmë drejt për drejt nga telefoni, sepse humbasim kohën komunikim interferon nga televizori. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Levin, mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje, faleminderit për mundësinë që më vat. Faleminderit juve për telefonatën. Unë si çdo shqiptar moshë e tretë, po kalojmë një momente për këtë çmime shumë të larta, edhe çuditërisht janë prodhime e vendit në Shqipëri që bën që Shqipëria është një ndër vendet më prodhuese, pavarësisht me sera, me si janë, po çmimet të papërballueshme. Do të kisha thonë edhe dy llafe tjera. Po. Përshë me i farë entuziazmi to rikontrollin e këtyre votimeve ishte normale që ata humsit do ta kërkonin këtë. Mirë po s'po shohim me surprizë, nuk po shohim ndonjë shumë rezultati. Me thonë që e gjetën me kapën, pas ka pas probleme jashtëzakonshme, me fjalë janë gabim me krejtësisht me 2-3 vet ose 0,00%. Nuk kam fare, jam i barazë argum, por do të thëmë vetëm si shqiptar, si në qoftë se vazhdon dyshja dueti Rama Berisha, Rama fiton sepse ka një shok shumë të ngushtë që man pushtet që është Berisha. Ai ka thua që opozita jonë, ajo, Këto zgjedhje ishin 9 parti të tjera përveç PS-s dhe PD-s. Dakor, po unë Ishin 11 subjekte. Në total. Dakor, po desha të thëmë diçka tjetër. Po. Me qenë se ka shumë dje me vajza, PD-ja, është jashtëzakonshme me Ali Mehmetin, me atë vajzën, me tjerë, por e bën o vllazën demokratë, e bën votën. Unë do të kisha situar diçka zotni. Po. Të mallit Vaslav Havel. Nuk ka më komunist se ish komunisti që lufton komunizmin. Shumë faleminderit si më dëgjova. Faleminderit për telefonatën zotërit, përshëndes. Të uroj gjithë mirë në vijim, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri. Përshëndetje për emisionin. Faleminderit. Jam një Zoltana Vlora, do të thash. Përshëndetje Vlora. Unë do uroja për emisionin tuaj, rap dytnje do uroja Edi Ramën, jo se ne jemi me bindje politika absolutist. Tasim një të vërtet, sepse në kohën e Saliut, tasim, kur është ky politikani zgjuar që ka 30 vjet çfarë do japi më ky, që nuk griti asnjë %, pensionet, sepse ne kemi prindër vet, kemi dhe njerëz vet. Dhe vi momenti i caktuar që çka kërkojnë më këta të djatët, dhe çka kërkojnë ka njerëz në pensionet. Sot jemi një familje dhe të gjitha bashkëasociimeta nuk blihen. Gradualisht është bërë rrugë, është bërë çdo gjë, pensionet po ngrihen. Atëherë çka kërkohet? Po ngrihen. Po ngrihen gradualisht, janë ngritur, se unë kam pleq vetë, tash vetëm për këtë s'mund të grimjen. Ai sa është përqindja, sepse çdo gjë i ka me ekonomi dhe me lart. Indeksim zotërit vitin e kaluar me 4.1%, 4.100 lekë për pensionet që ishin 100.000 lekë dhe për pensionet që ishin 180.000 lekë diku dhe 7.800 lekë. Të lutem zotni, kemi pa një bonus na i ish 30 vjeçari që çfarë do japi më ai në një bonus që po mani sot pensionistët. Po krahasoj me dikë, po them që ja krahasoj unë, sepse unë jam konstatimi juaj nuk është i drejtë. Lidhje me rritjen e pensioneve. Në rregull, po, ndjes. Çfarë duhet të jap? Megjithatë, ju falenderoj për emisionin, po për çdo gjë për mua këtu në Shqipëri është shumë e rregullt dhe saktë. Okej. Nuk flas për bindje politike, absolutisht. Jo, është këndvështrimi juaj. Çdo gjë është me të drejtë, çdo gjë është me të ky është mendimi im, Të kuptoj, patjetër. Megjithatë mirupafshim. Faleminderit zotëri që ndave perceptimin tënd me ne. Përshëndes, të uroj gjithë mirat, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zotëri ose zonjë. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Po. Me sa shikojmë programin,
Po? Tu duhet një shtet, jo si ky, po një shtet si ai që kishte Saliu, që mos të paguash taksa për asgjë, mos të paguash siguracione e të kërkosh pensione, mos të plotësosh vitet e punës e të kërkosh rritje pensioni, të shkosh në punë sa për të regjistruar dhe të marrësh parat, po mundësisht në punë mos shkosh, të ndërtosh pa leje ku të duash, e të bësh lloj gjërash si të duash ti, por ama jo me ligj. Këtë duan këta, që flasin aty. Mirë, po kjo kohë ka vdekur bashkë me Saliun dhe nuk vjen më. Në rregull. Tani ka ligj. Kush i nënshtrohet ligjit do eci përpara, dhe kush nuk i nënshtrohet, nuk ka rrugë tjetër. Të kuptoj, zotëri. Në fakt po flisim për çmimet e produkteve, Po çmimet janë normale. Nga normale. Se di pse janë normale se ne importojmë nga jashtë çdo gjë. Tash italiani e blen X atje, na do blejmë X+1, sepse do bëjmë dhe rrugën, apo. Po. Do rrugtoj nëpër Adriatik, Maunja, kontenjeri, çajan, vaporat, gjërat, dhe do rritet kosto. Të kuptoj. Tu sprodhoj, është një shtet që sprodhohet makarona. Gjë me thjesht fare, që ka qenë në çdo vend, në çdo qytet të Shqipërisë ka pas fabrikë makaronash. E nuk prodhohet tu tani. Pse s'prodhohet? Se nuk e lën këto lloj politikash që shkatërruar çdo gjë këtu. Dhe ka filluar nga e para. Këtu s'prodhohen gogozhare, vina Maqedonia. Pse s'prodhohen gogozhare? Speca dhe krip. Është e vështirë? Kështu që do ketë kosto shumë të lartë dhe çmimet sigurisht do të rriten dhe më shumë. Se ti je i varur, nuk prodhon. Këtu vetëm duan rritje pagash, po jo rritje pune. Punë jo. S'ka punë. Po punova, thot ai, nuk është gjë kjo punë. Duhet marrun, tani t'japi qeveria me çmime të ulta. Kështu që këtu çdo gjë është normale dhe po fillon të futet në ligj, në normalitet. Po tani, a tham që s'prodhojmë gjë, dhe kjo duket normale? Jo, s'më duket normale, por shkatërimi i bazës industriale se ka lidhje me atë Saliun. Pra gogozhare që s'prodhohen e ka fajin Saliu. Po jo, më po ka shkatëruar, zotri. Të kuptoj. Se ka shkatëruar bazën industriale, ne ishim vend industrial. Ja, unë po të marrë një gjë të thjeshtë. Shkurtimisht, lutem, po. Po, shkurtimisht. Ne marrim plera kimike nga jashtë për bujqësinë. Po. Janë shumë të shtrenjta dhe nuk janë cilësore si ato që prodhonin vetë. Tash ja mund të ngrejmë ne përsëri një uzinë superfosfati si e Laçit, që kushton kush e di se sa. A mund të ngrejmë një azotik ne për uren dhe për nitratin që kushton kush e di se sa ajo bazë industriale. Se kollaj është të thuash që të kuptoj. Nuk janë të shtrenjta. Po kur morën kazmat këta edhe ju hyrën Shqipëri se rrëzuan për tokë industrinë, tani kërkojnë se tek e fundit këtë populli e bëri këtë shkatërimin, se qeveria lart vetëm se u tha e bëni. Po për të shkatëroi populli. Të kuptova, zotrit, faleminderit për telefonatën, për pikpamjet e tua që ndave me ne. Përshëndes, presim një tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Zotri ose zonjë, jeni drejt për drejt dhe po ju dëgjojnë. Përshëndetje, zotri. Përshëndetje, si dukesh? Mirë, faleminderit. Po shqymër që na u hap, unë po të morë nga Franca. Jam emigrant që jam largu me ambasadën. O, përshëndetje, zotri. Përshëndetje dhe juve dhe boj qefi, jeni shumë faleminderit. Një gjë. Urdo. Po jo më ka drejt ky. Po aty tashti unë ju shoh për ditë se kam dalë në pension. Po. Erdha çuni kam dalë në pension në Francë. Po. Nëse nuk krahasohet Franca me Shqipërinë. Po është diçka. Atje i prishet gjitha Maria. Një gjë. Mu më boni përshtypje para ca ditësh që ju më duket. Po. Edhe që do bëhet të korrudha Durrës a Rogozhin. Po ç'është kjo Maria? Po ç'a boni kështu edhe kurrova dhe keni prishma. Po e ke pati ju jep një emisione vetëm në Rwanda ku janë ata. Hypin e sipërçatis, po e kanë trenin.
Unë kam punu vetë në Kurullë. Po. Librasht Guri Kuq. A e kupta? Edhe 73-shin, u bojë Kurulla Librasht Guri Kuq. Kam qenë prap 75-in Guri Kuq po Grades. Do me thonë tren kishe në Vlorë, po Grades në Antoni të qoja ai diktatori. Uzina, ku kishe qytet në atë ko pa uzina? S'kishe qytet pa uzina, pa fabrika. Tashi, qa kërkojnë populli ore Bovaki ka dhe drejtë se, a kupta? Po prapër, si e të prishë gjithat e industrie gjithë edhe e funit, dele i akoma flet, do me arë kryeministër, po qa boni shumër sekretari partisë e mërë, kur ikëm neve, s'la lapa në qa neve. Mera Mizalina të në Pallat Kulturës, a e kom pa emisionin, adhe e tip. Iku lumi, tha, për neve në qa. Me gjithat e mund vje kejt për vlese mi atje, edhe vujnër, se normal. Po që të prishë shpinë tate, kjo s'ka Bovaki, bon gjithë. A keni gjuti në një nga Romania, që u Bovatje, ndryqimi asaj? Merë, atje Ceaușescu në vranë. Për 3 orë, e shdukur me gjithë grure, be, ta e lara mizi që bu Saliun, bu Fatokun, ta fosin, që e kishta e një gjë, po si ka mundësi. Po jo, keni gjuti në një që të zbresin nga Alpet e Romanisë, në Bukuresht Zajtoke, ku keni gjuti me neve? Po qaj botat i veni kështu ma bure dhe. Nese me gjithat e faleminderit. Mirë, faleminderit shumë zotëri për telefonatën, përshnes, të uroj gjithë mirat. Presimi tjetër telefonat, mirë mëngjes përshëndetje. Përshëndetje zotëri ose zonjë? Përshëndetje. Përshëndetje zonjë, po. Gjuam këtu tani, të dy paraforësi që folëm për pasurinë kombëtare të Shqipërisë. Po. Shumë e vërtet. Këtu ku jetoj unë, zoti gazetar dhe gjithë shqiptarve, kishim fabrik, kishim uzina, kishim ndërmarrje të peshkut, kishim ushqimoren, kishim fabrikën e vajtë, kishim raki verë, kishim qilimate, kishim qfar, kishim pasurin kombëtare. Herdi Saliu me Ramizalin edhe me këta të tjerët, i shkatrua. Tani bëjnë një analizë dhe thonë ikën shqiptarë, po ikën shqiptarë, vërtet ikën shqiptarë, sepse sot shqiptarët i kanë porta tapur. Sot shqiptarët udhëhiqen nga Edi Rama, të cilën filloi dhe punon. Neve më përpara vidhni ndritën, vidhni mujë. Ne më përpara se paguar një mas dritën as ujë. Ne më përpara ishim rumpau, kur them rumpau. Dhe një ato qithon atyre magneteve të kësatit e dritave dhe paguanim nga 1.000 lek, 2.000 lek drita. Kurse sot guxon do të njeri ta preki dhe ta vjedhi dritën, sepse dënohet. Sot, tërë politikanët shqiptarë që mendojnë të vinë karike se thoshin do vete në dogana, do vete të punoj shef krimesh, do vete të punoj sepse ja dinin shien asaj gjeje, sepse viznin, bënin korupcion zoti gazetar, kurse sot drejtësia po punon, të gjithë punojësit, të gjithë qarë vendorë në ato tarifat edhe në këto të gjithat të shqiptarve, taksat e shqiptarve të tërë dhe në burg zoti gazetar, edhe pse ka punë shumë për të bërë, por nuk bëhen të gjitha ti bëj ky kryeministër do bashkëpunimin, do një opozitë e cila duhet të ndërgjegjësohet, një opozitë e cila të ngres zërin, të futet atje ku kryeministri apo gjithë administrata e kryeministrit shqiptar dhe gjithë shqiptarëve po vodhi të ngret opozita të favori në duke, po opozita po mbron familjen e Saliut, po mbron Saliun vetë, ta mbajnë aty, janë mbledhur ca deputet atje, ca besnik të tij, dhe më vjen shumë keq për demokratë të ndershëm se ka demokratë të shkëlqyer, njerëz të ndershëm që punojnë me pastërti dhe kanë punuar pa vjedhur dhe pa vendorën tek taksat e shqiptarëve. Po kështu nuk bëhet zoti gazetar, akoma opozita rri me Saliu. Më vjen shumë keq që po mbajt peng ky shtet dhe kjo Shqipëri me një opozitë me Sali Berishën. Në rregull, faleminderit zonjë për telefonatën. Nuk e di nëse kemi kohë të presim edhe një tjetër telefonat. E marrim edhe një tjetër telefonat. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Të lutem, na dëgjoj vetëm nga telefoni. Po. Po, zonjë. Po.
Urdhëm, thuaj. Mirëmjes. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Ngjova shumë njerëz si po folin në ankahën e bahën për qeverinë e për gjitha. Të parën të uroj ty si gazetar për ato përgjigje të tjera. O ta falë Zoti shpirtin. Për dyti, du t'i jap këtyne që i shajnë qeverinë. Ku ka qeveri më të mirë që kino në minon? Unë jam pensioniste gëndursi. Qeveria jonë punon vetëm për dashnarët e veta, tu i ble vila, tu bo jetë luksoze, se ngordin pensionistët nuk do me dit njeri. Po këtyne komunistave që folin, i ngel dë buka mund fyt. E di që do më myllësh, e di një kështu. Pra ne të rojnë anë shnet e jetë. U shoft kjo qeveri, me e djera më në krye. Ka roft sa di Berisha, roft. Ka di me tonë ama. Mirë, faleminderit zonjë për telefonatën. Presim një tjetër telefonat apo e mbyllim? E mbyllim. Pas pak do t'jemi me Alban Durajn vetëm telefonata dhe pyetje për avokatin. Nuk do diskutojmë temë që në fillim do të presim telefonata. Kështu që jemi pas pak me avokatin.